po sikur një fermë vetme të mund të ushqente një kom të tërë, ose të ishte aq e madhe sa do duhej një helikopter vetëm për të kontrolluar gardet. Kjo nuk është fantashkencë. Ekzistojnë ferma aq gjigande sa janë më të mëdha se shtete të tëra. Vende ku një kompani e vetme prodhon mjaftueshëm ushqim për të ushqyer 200 milion njerëz dhe ku punëtorët mund të udhtojnë 130 kilometra në një ditë të vetme pa dalë kurrë nga prona. Atëherë, si funksionojnë ato? Kush i kontrollon? Dhe sa e madhe mund të bëhet realisht një fermë? Këto janë 10 fermat më të mëdha në botë, dhe ato do t'ju lënë vërtet pa fjalë. Megaferma e qytetit Mundangjiang në Kinë. Udhëtimi ynë nis në fushat verilindore të Kinës, shtëpia e saj që mund të jetë operacioni bujqësor më i madh në tokë. Duke u shtrirë në një sipërfaqe marramendëse prej rreth 91.000 km², megaferma e qytetit Mundangjiang konsiderohet gjerësisht ferma më e madhe në botë. Për ta vënë në perspektivë, i gjithë shteti i Irlandës do të mund të futej brenda kufive të saj dhe ende do të mbetej hapësirë e lirë. Ky operacion kolosal bujqësor u krijua duke bashkuar 10 ferma shtetërore individuale në provincën Heilongjiang, duke shndërruar rajonin në një qendër moderne të agroindustrisë. E specializuar në prodhimin e qumështit, ferma mban mbi 100.000 lopë qumështore dhe furnizon me qumësht një pjesë të madhe të popullsisë kineze. Por nuk bëhet fjalë vetëm për madhësinë, bëhet fjalë për sistemet. Ferma funksionon si një ekosistem i mbyllur, fabrika gjigande ushqimi, salla mjelje të ndërtuara posaçërisht dhe rrugë logjistike të gjërmuara me GPS punojnë me saktësi linje prodhimi. Tufa të tëra menaxhohen përmes regjistrave digital, stacioneve automatike të ushqimit dhe monitorimit shëndetësor në kohë reale. Ajo ndërtua me një mision të qartë, të ulë varësinë e Kinës nga importet e huaja të produkteve të qumshtit dhe të forcojë sigurinë ushqimore. Edhe pse përmbush këtë synim, nuk i shpëton kritikave. Disa theksojnë presionin mbi burimet lokale të ujit, ndikimin mjedisor të bujqësisë industriale dhe shqetësimet për mirëqenien e kafshëve. Megjithatë, përmasat janë të pamohueshme. Kjo është më shumë se një fermë, është një qytet bujqësor. Stacioni Anna Creek, Australi. Tani udhëtojmë drejt zemrës së djegur nga dielli të shkëtëtirës australiane, ku baktit lëvizin në distanca që sfidojnë imagjinatën. Thellë në Australinë Jugore ndodhet një fermë aq e madhe sa është pothuajse e pamundur të kuptohet. Stacioni Anna Creek mbulon mbi 24.000 km², duke bërë atë fermën e baktive më të madhe në botë. Nëse do të ishte qytet, do të ishte 4 herë më i madh se Londra e Madhe. E themeluar në vitin 1863, ajo fillimisht funksionoi si fermë delesh, përpara se bagëtit të rezultonin më të përshtatshme për terrenin e thatë dhe të pamërshirshëm. Pavarësisht për masave gjigande, Anna Creek nuk është e mbipopulluar me kafsh. Mjedisi i ngjashëm me shkëtëtirën mbështet vetëm pak krerë për km², që do të thotë se kafshët shpërndahen në hapësira të mëdha. Kjo shkallë kërkon një qasje tjetër ndaj blegtorisë, një kombinim i këmbguljes tradicionale me teknologjinë moderne. Helikopterët patrullojnë nga ajri për të gjetur tufat, dronët skanojnë terrenin, qaforet GPS gjërmojnë lëvizjet dhe mjetet jashtrruge ngrenë pluhur të kuq, ndërsa punëtorët reagojnë ndaj problemeve të ujit ose kontrollojnë gardhet. Logjistika është ekstreme. Punëtorët mund të udhëtojnë për orë të tëra, donjëherë për ditë të plota, vetëm për të kontrolluar një rezervar uji. Me kaq pak burime natyrore uji, çdo vendim ka rëndësi. Nëse një sistem dështon, kafshët mund të mbeten pa hije, pa barë dhe pa ujë për kilometra të tëra. Rusagro, Rusi. Ndërsa Australia piqet në ndjellin e pamërshirshëm, giganti ynë i radhës bujqësor operon në të ftohtin brutal të dimrave rus. Duke mbuluar mbi 10.000 km², Rusagro nuk është vetëm ndër kompanitë më të mëdha bujqësore të Rusisë. Ajo renditet
ndër operacionet më të mëdha bujqësore në botë. Kjo sipërfaqe është mjaftueshme për të futur të gjithë qytetin e Tokios 27 herë. Me seli në Moskë, por aktive në zonat të gjëra të rajonit të Tokës së Zezë dhe deri në fushat e ngrira të Siberisë, Rusagro menaxhon gjithçka. Nga prodhimi i drithrave deri te përpunimi i mishit të derrit në shkallën industriale. Ajo që e dallon Rusagron nuk është vetëm madhësia e tokës, por niveli i integrimit vertikal. Kompania zotëron tokat bujqësore, fabrikat e përpunimit, rrjetet logjistike dhe madje edhe shpërndarjen me pakicë. Kjo i mundëson të rrisë, përpunoj, paketoj dhe shes produktet tërësisht brenda kompanisë. Nga gruri dhe sheqeri te vaji i lulediellit. Divizionet e saj të blegtorisë janë po aq masive, duke strehuar qindra mira dera dhe gjedh në struktura moderne, të ndërtuara për të funksionuar gjatë gjithë vitit në temperatura nën zero. Shkalla është gjigande. Fushat e Rusagros shtrihen aq larg sa përdoren harta satelitore dhe traktor të drejtuar nga inteligjenca artificiale për navigim efikas. Korrjet kryen nga flota makinerish që rrallë ndalen, duke punuar pa ndërprerje gjatë sezoneve të pikut. Duke operuar në një nga klimat më të ftohta dhe më të paparashikueshme në botë, kompania ka investuar fuqishëm në kultura rezistente ndaj të ftohtit, shkencën e tokës dhe automatizimin. Ajo që nisi si një grup kolektivësh të epokës sovjetike, është dëruar në një perandori moderne bujqësore që furnizon tregjet vendase dhe ndërkombëtare. Stacioni Clifton Hills, Australi. Kthehemi sërish në kontinentin e djegur nga dielli, ku Australia dëshmon edhe një herë se kur bëhet fjalë për stacione blegtorale, ajo luan në një nivel krejt tjetër. I ndodhur në zonat e largëta të Australisë Jugore, stacioni Clifton Hills është prona e dytë më e madhe e baktive në vend dhe shtrihet në një sipërfaqe marramendëse prej rreth 16.800 km². Mund të udhëtoje për 8 orësh me shpejtësi autostrade dhe ende të mos arrije skajin tjetër. Themeluar në vitin 1876, kjo fermë funksionon prej gati 150 vitesh, në një nga rajonet më të izoluara dhe më të pamëshirshme në tokë. Ndryshe nga shumë ferma të tjera, këtu nuk ka garde që shtrihen deri në horizont. Bagëtit lëvizin lirshëm mbi fusha shkëtëtirash dhe zona shkëmbore për mbytje. Menaxhimi i tyre kërkon helikopter, gjurmim me GPS dhe motor, dhe edhe atëherë mbetet sfidues. Rreshtit janë të pakta dhe tereni mund të kalojë nga thatësira në përmbytye pa paralajmërim. Infrastruktura e ujit është jetike, me tubacione të gjata dhe pompa me energji diellore që mbajnë rezervuarët të mbushur. Clifton Hills vazhdon të jetë në pronësi familjare dhe pavarësisht për masave gjigande, punson një ekip të vogël blegtorësh që jetojnë në pronë për javë ose muaj të tërë. Nuk është thjesht një fermë, është një botë më vete. Ferma Howard G. Buffett, Sheba. Nga ferma gjigante ku bagtit shtrihen në mijëra km², kalojmë të një fermë ku madhësia nuk matet vetëm me tokë, por me inovacion dhe ndikim. Të shtrira në disa shtete si Illinois, Nebraska dhe Arizona, operacionet bujqësore në pronësi të Howard G. Buffett, pikërisht djalit të miliarderit Warren Buffett, përfshin mbi 6 km² parcela eksperimentale dhe 10 mira të tjera në prodhim aktiv. Por kjo nuk është një megaferm tipike e përqendruar vetëm te rendimenti. Buffett, filantrop dhe ishfermer, përdor tokën e tij për të avancuar bujqësinë e qëndrueshme, ruajtjen e ujit dhe metodat e punimit pa lëvrim. Zemra e këtij operacioni ndodhet në Decatur, Illinois, ku ferma kërkimore e fondacionit Howard G. Buffett teston praktika rigjeneruese, kultura rezistente ndaj thatësirës dhe strategji për shëndetin e tokës të destinuara për përdorim global. Përmes parcelave të kontrolluara, provave afatgjata dhe të dhënave klimatike në kohë reale, ferma studion se si të prodhohet ushqim në rajonet më të degraduara dhe më të goditura nga ndryshimet klimatike në botë. Qëllimi të krijohen sisteme bujqësore të qëndrueshme që mund të ushqejnë një planet në rritje
pa e shtëruar atë. Këtë metoda po adoptohen tashmë në pjesë të Afrikës, Amerikës Qendrore dhe madje edhe në zona konflikti, ku siguria ushqimore është çështje mbijetese. Edhe pse shumë më e vogël se ferma gjigande të Australisë, ndikimi global i kësaj ferme është i jashtëzakonshëm. Ajo dëshmon se madhësia nuk mati gjithmonë me tokë, por me ndikim. Ferma Al Dahra, Emiratet e Bashkuara Arabe. Nga zemra bujqësore e Amerikës, udhëtojmë drejt një vendi ku bujqësia duket pothuajse e pamundur, por megjithatë, lullzon kundër çdo pengese. Në mes të shkëtëtirës, ku temperaturat ngjiten mbi 43 gradë Celsius dhe rreshtet janë minimale, ferma Al Dahra sfidon pritshmëritë. E shtrirë në disa rajone shkëtëtire të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe duke u zgjeruar në Egjipt dhe Serbi, Al Dahra kontrollon mbi 1600 km2 tokë bujqësore në mbar botën. Imagjinoni një mozaik të gjelbër të shtrirë mbi një sipërfaqe të mjaftueshme për të mbuluar të 5 lagjet e New Yorkut 3 herë. Operacioni specializohet në bar, yonj, oriz dhe ushqime të tjera për kafshët, kultura jetike për mbështetjen e sektorit lektoral të Emirateve dhe strategjinë afatgjat të sigurisë ushqimore. Për ta bërë bujqësinë të mundur në një nga klimat më të ashpra në tokë, Al Dahra mbështetet në sisteme të avancuara ujitje me pika, ujë të desalinizuar dhe sera të kontrolluara klimatikisht. Tubacionet të mëdha nëntoksore furnizojnë fusha rrethore me pivot, që shfaqen si unaza të gjelbra në mes të rërës së pafund. Energjia diellore ndihmon në përballimin e kërkesave ekstreme për energji, ndërsa mjetet e bujqësisë precize monitorojnë gjithçka, nga pH-i i tokës deri te nivelet e avullimit. Kompania ka investuar gjithashtu në toka bujqësore jashtë vendit, përfshirë luginën qendrore të Kalifornisë, për të siguruar prodhim të qëndrueshëm gjatë gjithë vitit. Është një operacion global me rënjë në shkëtëtir që funksionon më shumë si një qendër komanduese bujqësore, sesa si një fermë tradicionale. Ajo që e veçon Al Dahran nuk është vetëm shkalla, por ambicia. Ferma furnizon me ushqim vende si Kina, Arabia Saudite dhe Japonia, duke bërë atë një nga prodhuesit më të mëdhenj të yonjës në botë. LTR, Amerika e Jugut. Nga inovacioni në shkëtëtir te dominimi kontinental, udhëtimi ynë na çon përtej ekuatorit drejt një operacioni bujqësor që shkon përtej kufive kombëtar. Duke operuar në Argjentinë, Brazil, Uruguay dhe Bolivi, LTR nuk është thjesht një fermë, është një forcë kontinentale. Në kulmin e saj, ky agrobiznes menaxhonte mbi rreth 8100 km2. Një sipërfaqe aq e madhe sa mund të përfshinte rreth 1.5 milion fusha futbolli brenda kufive të saj. Fokusi kryesor janë soja, misri dhe gruri, shtylla të tregjeve globale të ushqimit dhe eksport të kyçe për Amerikën e Jugut. Ajo që e bën LTR veçanërisht të dallueshme është modeli i saj i biznesit asset light. Në vend që të zotrojë shumicën e tokës që punon, kompania merr me qira sipërfaqe të mëdha toke pjellore, duke përqendruar investimet në menaxhim shumë efikas të kulturave. Kjo qasje lejon përshtatje të shpejtë, duke mundësuar operacionet të rrisë ose ul prodhimin në varësi të çmimeve globale të mallrave, ndërsa minimizon ekspozimin financiar në tregje të paqëndrueshme. Imazhe satelitore, traktorë të drejtuar me GPS dhe modele mbjellje të bazuara në klimë përdoren për të optimizuar rendimentet me saktësi shkencore. Gjatë sezonit të korrjes, operacionet nuk ndalen. Makineritë punojnë pa ndërprerje, ndërsa qendrat logjistike koordinojnë transportin e drithrave me kamion, hekurudh dhe anije në kohë reale. Qendrat digjitale të kontrollit ndikin të dhëna nga fusha në disa vende njëkohësisht, duke i dhënë gjithë sistemit një nivel koordinimi që i afrohet saktësisë ushtarake. Edhe pse prania e saj territoriale është zvogluar vitet e fundit, LTR betet një lojtar i madh dhe një shembull klasik, se si teknologjia dhe logjistika mund ta shndërrojnë tokën e papërpunuar në një motor global ushqimi.
Rençi Ivej, SBA. Kthehemi në Shtetet e Bashkuara, ku tradita dhe teknologjia bashkohen në një shkallë vërtet epike. Vendosur në fushat e Texasit jugor, Rençi Ivej rënditet ndër pronat familjare më të mëdha blegtorale në vend, duke mbuluar rreth 2000 km². Kjo është e krahasueshme me madhësinë e shtetit amerikan Rhode Island. Ndryshe nga operacionet e mëdha korporative, Rençi Ivej mbetet thellësisht i rrënjosur në traditë, duke balancuar dijen blegtorale të trashëguar brez pas brezi me inovacionin modern. Toka përdoret kryesisht për mbarshtimin lopviç, por gjithashtu mbështet projekte për ruajtjen e faunës së egër, restaurimin e tokës dhe menaxhimin e ujit. Vitet e fundit, Rençi ka marrë vëmendje për angazhimin e tij ndaj kullotjes së qëndrueshme, duke bashkëpunuar ngushtë me ekolog për të rrotulluar tufat dhe për të rigjeneruar barishtet vendase. Disa zona janë caktuar si korridore për jetën e egër, duke u lejuar drerve, shpendëve dhe polinizuesve të lulëzojnë për krab aktive. Pavarësisht për masave të mëdha, Rençi menaxhohet nga një ekip relativisht i vogël që e njeh terrenin në detaje. Breza kaubojsh kanë përcjell aftësi si shënjimi, kapja militar dhe mishtëria e kalorimit, tashmë të përforcuara nga zhurmimi satelitor, hartëzimi digital dhe monitorimi i tufave përmes pajisjeve mobile. Helikopter dhe dron ndihmojnë në lokalizimin e baktive, ndërsa mullinët e erës dhe sistemet me energji diellore sigurojnë furnizim të qëndrueshëm me ujë. Olam International Global. Nga perandoria teksane e një familje, zbadhojnë perspektivën edhe më tej drejt një kompanie që është e gjithë planetin, si fushën e saj bujqësore. Ndryshe nga fermat e tjera në këtë listë, Olam International nuk është një fermë e vetme. Është një korporat shumë kombëshe që mbikëqyr qindra operacione bujqësore në mbar botën. Me seli në Singapur, Olam operon në mbi 60 vende, duke menaxhuar rreth 15.400 km² në total. Nëse do të vendoseshin në një vit të drejtë, këto ferma do të shtrihesin nga New Yorku në Los Angeles dhe përsëri mbrapsht. Prania e saj përfshin fusha kikirikësh në Argjentinë, plantacione kafeje në Tanzani, pemishte bajamesh në Australi dhe fusha orizi në Nigeri. Pak kompani në histori kanë ndërtuar një rrjet bujqësor kaq gjeografikisht të larmishëm. Ajo që e bën Olamin vërtet të jashtëzakonshëm është mënyra se si çdo operacion përshtatet posaçërisht. Në Shtetet e Bashkuara fokusohet në kultura me vlerë të lartë si bajamet, qepët dhe pambuku. Në Afrikën Perëndimore renditet ndër përpunuesit më të mëdhenj të shqemeve dhe kakaos. Në Azinë Juglindore, aktivitetet përqendrohen në vaj palme dhe gomë natyrale. Në vend që të zbatojë një formulë të vetme globale, Olam zhvillon strategji specifike për çdo rajon, duke integruar partneritete lokale, menaxhim të avancuar të zinxhirit të furnizimit dhe certifikime të qëndrueshmërisë. Kompania është gjithashtu lidere në gjurmëueshmëri. Përmes teknologjisë blockchain dhe monitorimit satelitor, Olam mund të ndjek një kokër kakaoje nga një fshat në Afrikën Perëndimore deri te një çokoladë në New York. Dhe nuk merret vetëm me bujqësi. Olam po pyllëzon toka, po restauron tokat bujqësore dhe po krijon kompensime karboni në disa nga ekosistemet më të cënueshme në botë. Grupi Beidahuang Kin. Dhe më në fund, kthehemi aty ku nisi udhëtimi jon bujqësor, në Kin. I lindur nga ambicia e epokës së luftës së ftohtë për vetëmjaftueshmëri bujqësore, grupi Beidahuang sot kontrollon rreth 21.400 km² tokë bujqësore, duke e bërë atë një nga konglomeratet më të mëdha bujqësore në planet. Nëse të gjithë fushat e tij do të rregulloheshin në formën e një katrori perfekt, do të duheshin pothuajse 24 orë për të përshkruar perimetrin me shpejtësi autostrade. I përqendruar në fushat pjellore të provincës Heilongjiang në Kinën Verilandore, Beidahuang përkthehet si shkëtëtira e madhe veriore, një emër që dikur përshkruante tokën kënetore dhe të egër që ajo transformoi. Sot, ky grup qëndron si një shtyllë e bujqësisë moderne kineze.
Beida Huang fokusohet te orizi, soja, misri dhe gruri, por shtrirja e tij shkon shumë përtej kulturave bujqësore. Grupi operon laborator për zhvillimin e farave, qendra teknologjike të ujitjes dhe implante të mëdha për përpunimin e ushqimit. Duke krijuar një sistem të integruar vertikalisht që shtrihet nga toka deri te raftet e supermarketeve. Fushat e tij janë aq të mëdha sa fermerët mbështeten në dron, sensor toke të drejtuar nga inteligjenca artificiale dhe imazhe satelitore për të menaxhuar gjithçka, nga orarët e mbjelljes deri te shpërthimet e dëmtuesve. Disa traktor janë plotësisht autonom, të drejtuar vetëm nga rrjedha të dhënash në kohë reale dhe rrugë të hartuara gjeografikisht. Kompania po teston gjithashtu varietete kulturash rezistente ndaj klimës dhe metoda rigjeneruese të tokës, për të mbrojtur rendimentet përballë ekstremeve, gjithnjë e më të shpeshta të modit. Vitet e fundit, Beida Huang është zgjeruar edhe jashtë Kinës, duke marrë me qira toka në Argjentinë, Rusi dhe Azinë Juglindore për të siguruar zinxhir të arshëm furnizimi ushqimor dhe për të shpërndarë rrezikun. Kjo është bujqësi e udhëhequr nga strategjia gjeopolitike, që po riformson tregtinë globale të ushqimit në kohë reale, hektar pas hektari, kontinent pas kontinenti. Nga shkëndetërat e përvëluara nga dielli deri te fushat e ngrira siberiane, këto ferma nuk janë thjesht gjigande. Ato po ripërcaktojnë se si duket bujqësia moderne. Disa ushqejnë kombe të tëra, të tjera transformojnë peizazhe në shkallë kontinentale. Por të gjitha ngrenë të njëjtën pyetje: sa e madhe është tepër e madhe kur bëhet fjalë për ushqimin e botës? Cila ju habiti më së shumti? A mund ta imagjinoni veten duke punuar në një fermë sa një shtet i tërë? Na tregoni në komente. Kjo ishte gjithçka për sot. Abononi në kanalin ton dhe aktivizoni zilin për të njoftuar për videot e ardhshme. Si gjithmonë, faleminderit për shikimin.